më thonë, ti ke një problem organizativ, jo sabotash më rëndshme. Problem që votusi që t'ka besu njerë, s'po t'beson mo. Kjo është problemi ma i madhë në politikë. Nëse s'kthehet ai votus, ti ka dalë dush ma mirë me step back. Kush e kthen atë votus? Kush e kthen atë votus? Për Vajim Rama? Une nuk du me hy me spekulu me emra, se mundet me qenë dikush që na nuk na shkon me një atash, edhe e bon ndryshimin e madh. Po nuk është çështja veç kush o lideri. Se elektorati i LDK-s nuk është qasi lloj elektorati. Ata duhen me pa komplet. Prinë në ndegës dveta ka ndryshim e tenalt. E që ajo një punë cëllën tjetër lloj votusi dhe mentaliteti është ai mentalitet plus kam përshtypjen që nëse elektorati i LDK-s nuk e duron arogancën. Sepse LDK-ja nuk është parti qasi lloj arogancë. Edhe e ndëshkojnë arogancën. E ndëshkojnë më bo që përparimi arrogant. A din kur fiton? Kur mo asnjëherë. Jam shuar si për konstatime sot se kisha bërë pyetjet e karaktereve që e kanë udhëhequr LDK-n. Unë pajtona Nuk mbaj me ndonjë altruist, kështu që e ka udhëhequr në herë. Jo, në arogancë s'ki pas. Këtë kalu. Unë pajtona me shumicë atyre që tha Iliri vetëm një plotësim. Unë e një fort mirë. Ilir, nuk di çka do të me bomba shumë LDK-ja për zonjën Osmani në 2019 ose më herët, që sa me të kandidu për kryeministër.